Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Sot do të zbulojmë së bashku një histori vërtet të jashtëzakonshme, se si lindja e letërsisë dhe identitetit të një kombi të tërë është e lidhur me një libër të vetëm. Po flasim për Shqipërinë dhe si një përkthim i thjeshtë i Biblës, në fakt, ndihmoi për të ndezur një revolucion të tërë kulturor. Dëgjojeni pak këtë. Ky është një pohim tepër i fuqishëm, i thënë nga një prej mendjeve më të ndritura të Shqipërisë. Po si ka mundësi, si mundet që shkrimet e shenjta të ishin praktikisht të gjithë letërsia e një kombi? E po, për ta kuptuar na duhet të kthehemi pak pas në kohë. Dhe për ta kuptuar thellësinë e kësaj historie, le të bëjmë një udhëtim në shekullin e 19, sepse për shqiptarët e asaj kohe, situata ishte, le të themi, jashtëzakonisht e vështirë. Imagjinojeni për një moment që një popull të ketë identitet i duhet gjuha e vet. Por për shqiptarët gjuha e tyre ishte e pashkruar. Besimi i tyre shprehej në një gjuhë që as nuk e kuptonin, ishin praktikisht një popull pa zë, pa mjetet për të shprehur shpirtin e tyre kombëtar. Edhe pikërisht këtu, historia merr një kthes krejt të papritur. Një partneritet që askush nuk do ta mendonte, lindi dhe ndezi një revolucion kulturor. Misionarët protestant dhe nacionalistët shqiptar. Këtu shohim se si dy grupe kaq të ndryshme gjetën një pikë të përbashkët. Për misionarët, përkthimi i fjalës së Zotit ishte një mision shpirtëror. Për nacionalistët shqiptar i lindasit, gjuha e shkruar ishte një nevojë politike jetike. Pra, edhe pse qëllimet ishin të ndryshme, rruga ishte e njëjtë, fuqia e fjalës së shkruar. Çdo lëvizje e madhe ka nevojë për një kampion. Dhe për gjuhën shqipe, ai ishte Konstantin Kristoforidi. Një intelektual i shkolluar, por disi i zhgënjur. Udhëtimi i tij personal i besimit e çoi atë të merrte përsipër një detyrë vërtet monumentale, përkthimin e Biblës. Udhëtimi i Kristoforidit ishte thellësisht personal. Takimi i tij me misionarët në 1857 ishte fillimi i gjithçkaje. Më pas, partneriti me shoqërinë biblike kulmoi me botimin historik të Dhjatës së Re në 1872. Ky nuk ishte thjesht një projekt akademik, as pak, ishte një mision i lindur nga besimi, një punë që do të përcaktonte të ardhmen e kombit të tij. 27.000. Ky është numri minimal i librave në gjuhën shqipe, kryesisht shkrime të shenjta që u shpërndan nga shitës librash udhëtues mes viteve 1824 dhe 1908. Mendojeni pak, çdo libër ishte si një farë që mbillej duke përhapur shkrim leximin dhe ide të reja në të gjithë vendin. Por librat ishin vetëm fillimi. Tani do të shohim se si kjo fjalë e shkruar u shndrua në një lëvizje të vërtet arsimore, e udhëhequr nga një familje e jashtëzakonshme, familja Kirjazi. Këtu njihemi me Gjerasimin dhe Sevasti Qirjazin. Të frymzuar thellësisht nga besimi i tyre, ata i morën shkrimet e përkthyera dhe i përdorën si themel për një mision të dyfisht, të ndarin mesazhin e tyre, por mbi të gjitha të ndërtonin themelet e arsimit kombëtar. Historia e Gjerasimit është një dëshmi e pabesueshme për kushtimi. Vuajtja që hoqi kur e rrëmbyen nuk e theu, përkundrazi, vetëm sa ja forcoi bindjen dhe angazhimin për të shërbyer njerëzve të tij. Dhe këto fjalë të Sevastis thon gjithçka. Na japi një pasyrë kaq personale se çfarë do të thoshte të shihej gjuhën tënde në shtyp për herë të parë. Nuk ishte thjesht letër dhe boj, ishte krenari, dinjitet, ishte një premtim për të ardhmen. Dhe kjo është pika kyçe, nuk kishte të bënte vetëm me librat, por me fuqizimin. Shkolla e Sevastis u bë një fener shprese për arsimimin e vajzave dhe për ndërgjegjen kombëtare, në një kohë kur diçka e tillë ishte absolutisht e ndaluar. Ajo po ndërtonte një komb, nxënëse pas nxënëseje. Por pikërisht kur ky zgjim po lulëzonte, një errësirë e thellë do të binte mbi Shqipëri. Historia e këtu merr një kthes dramatike dhe të errët, ku një shekull i tërë progresi fshihet me dhunë. Ky njoftim i prerë shënon fillimin e një fushate brutale për të çrënjosur çdo formë feje dhe gjithë trashëgimin që këta pionier e kishin ndërtuar me aq mund. Veprimet e regjimit ishin totale dhe shkatruese. Ata nuk po fshinin thjesht fen, po përpiqeshin të fshinin kujtesën kulturore dhe shpirtërore të kombit, duke e prerë popullin nga vetë rrënjët e tij. Por, a mundet që edhe errësira më e thellë ta shuaj përgjithmonë një trashëgimi të tillë? Kur komunizmi ra, çfarë kishte mbetur nga kjo lëvizje? Dhe çfarë mësimi na jep kjo sot? Kjo linja kohore tregoi një qëndrueshmëri të jashtëzakonshme.
Pas rënies së komunizmit më 91, liria e besimit u rikthye. U themeluan institute për të rizbuluar këtë histori të harruar, dhe në 2017 Biblioteka Kombëtare e njohu zyrtarisht këtë lëvizje si një pjesë thelbësore e historisë së Shqipërisë. Pra, cilat janë pikat kryesore? Kjo histori është shumë më tepër se një histori fetare. Është historia se si një komb gjeti zërin e vet. Na tregon se kur njerëzit fuqizohen përmes gjuhës, arsimit dhe besimit, ata mund të formosojnë vetë fatin e tyre. Dhe kjo na sjell te pyetja e thelbësore. Çfarë do të thotë e gjithë kjo për ne sot? Historia e pionierëve shqiptar na tregon se lidhja mes besimit, gjuhës dhe lirisë ka një fuqi të jashtëzakonshme transformuese. Na kujton se ndërtimi një shoqërie të lirë, të arsimuar dhe me dinjitet është një punë që nuk mbaron kurrë. Faleminderit që e ndoqët këtë shpjegim.